Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić deklaroi se në takimin e sotëm në Beograd me kolegun e tij nga Izraeli Gideon Sara u ra dakord të fillohet një dialog strategjik midis Serbisë dhe Izraelit. Đurić gjithashtu theksoi se informoi bashkëbiseduesin për situatën në Kosovë dhe pozicionin e vështirë në të cilën ndodhen serbët në atë zonë. Ministri i Punës të Jashtme i Izraelit theksoi se Serbia është një mik i ngushtë dhe shumë i rëndësishëm për vendin e tij dhe një shtyllë strategjike në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë. Kryetari i Komisionit i Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur Veljko Odalović tha se serbët në Kosovë duhet të tregojnë një shkallë të lartë unitetin e zgjedhjeve lokale me 12 tetor në mënyrë që të sigurojnë një shumicë që do të jetë një bazë e mirë për formimin e asociacionit të komunave serbe. Ai theksoi se ky mund të jetë momenti i fundit që serbët të krijojnë një farmuri institucional duke pasur parasysh se nuk ka serb në polici, gjyqësor, administratë lokale apo ndonjë institucion të rëndësishëm ku ata mund të ndikojnë në çdo gjë që ndikon drejt për drejt në të ardhmen dhe mbijetesën e tyre në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po përgatit të shpallë rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në të njëjtën ditë, tha për Kosova Press zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Ai saksoi se gjatë përgatitjeve për zgjedhjet lokale u morën parasysh sfidat me të cilën u përballë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërmori hapa për të zhvilluar një softver të ri. Ju kujtojmë se në ditën e zgjedhjeve parlamentare me 9 shkurt softveri për numërimin e votave dështoi kështu që procesi duhej të bëhej manualisht që zgjati me ditë të tëra dhe për shkak të së cilës rezultatet u vonuan. Para skadimit të sotëm të masës së përkohshme me të cilën Gjykata Kushtetuese e Kosovës pezulloi të gjitha aktivitetet parlamentare, analistja politike Makbula Shkodra shprehu pritjen se Gjykata Kushtetuese do të kthejë procesin e konstituimit të Kuvendit në fazën ku nënkryetaret nga komuniteti pakistë serb dhe jo serbë do të votohen si paketë. Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme përmes një mase tjetër jashtëzakonshme ligjore, por theksoi se Kuvendi duhet të konstituohet më parë. Gjykimi i zhvudhësve të UÇK-s vazhdoi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag dhe këtë javë janë paraparë 2 dëshmitar të japin dëshminë e tyre. Sot ish zëvendëskryesuesi i administratës së UNMIK-ut Gjokovi, i cili mbajti një pozicion nga viti 1999 deri në vitin 2001 kur administratori kryesor ishte Bernard Kushner, dëshmojnë para trupit gjykues. Në fillim të dëshmisë së tij ai deklaroi se qëndron pranë deklaratave të mëparshme që i kishte bërë mbrojtja së Hashim Thaqit. Mbrojtja filloi të paraqesë provat me 15 shtator dhe 3 dëshmitar u dëgjuan para kohit. Kryeministri i Kosovës me mandat teknik Albin Kurti përsëriti në panelin e Institutit Hudson në New York se Kosova qëndron fuqishëm pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se mosmarrëveshjet me Washingtonin mund të lindin vetëm për çështje taktike që lidhen me Serbinë. Megjithatë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit i pyetur nga portali nacionale njoftoi se pezullimi i dialogut strategjik ishte tërësisht i bazuar në veprimet e qeverisë së Albin Kurtit dhe se çdo sugjerim se ka të bëjë me Serbinë ose aktorët e jashtëm është i pasaktë dhe një përpjekje për të shmangur çështjen thelbësore. Ky qëndrim, shtoi zëdhënësi, u bë plotësisht e qartë edhe Albin Kurtit. Drejtori i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Martin Vula i paralajmëroi se Kosova rrezikson sanksione nga Shtetet e Bashkuara nëse nuk përmirëson bashkëpunimin dhe koordinimin me administratën në Washington.
Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani beson se Albin Kurti është ideologjikisht anti-amerikan dhe se po mbulon këtë vetëm për të shpëtuar votat në Kosovë. Ish ministri i punëve të jashtme i Shqipërisë Pascal Millo vlerësoi se Kosova po bën gabime katastrofike që po çon atë në izolim total dhe se fokusi i amerikanëve është vendosur në Serbi. Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira në disa vende me shi, ndërsa gjatë mbrëmjes dhe natës në rajonin jugore, qendror dhe jugperëndimore të Serbisë pritet që rreshtet të intensifikohen dhe shiu të jetë më i madh. Temperaturat e mëngjesit do të sillen nga 6 deri në 10, kurse ato maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.